i ditës së Arafatit. Ditë e veçantë që do të vjen dhe jemi në prag të asaj dite që me të vërtet një besimtari që ka një grimc iman në zemrën e tij nuk e lëshon këtë vlerë të madhe të cilën Allahu xhel xelaluhu e ka caktuar në këtë ditë, e cila është dita e Arafatit, dita më e mirë dhe më e vlefshme nga ditat e Allahut xhel xelaluhu. A thuan në ditën e Arafatit unë dhe ti do të jemi nga ato pjesëtarët që të cilët do të mburret Allahu xhel xelaluhu me ne? A thua do të jemi në karavanin e agjeruzve të cilët do të agjerojnë këtë ditë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mbonja mend vlerë të madhe dhe shumë herë kemi përsërit, edhe për cjellje dhe dashamirit ton të cilën e don për hir të Allahut, që ai mos ta humb kish problem të madh, se na jemi shumë të nevojshëm o vëllezër që na ta arrijm këtë mirësi të madhe dhe këtë vlerë, të cilën tha pejgamberi sallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, tha siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allahi azza wa jalla an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Agjerimin e ditës së Arafatit, tha pejgamberi sallam, e llogaris te Allahu xhel xelalu që të i fal mëkatet e një viti të kaluar dhe një viti të ardhshëm.